Po të më bëni mati të qeshnje... Ata e rëta direkt të thashtë, po, edhe unë shokova nga reagimi pasaj dhe mbet të thashtë. Pasaj nuk pa që në zjenë. Po them, në qofse ti... Do të theshe... Në moment të thashu, Edi, do të mene për kesh. Kjo ishte shaka. Kjo, kur vazhdojnë që më këshu, kjo pasaj i bje poshtërsi. E ke marrë tendencioza. Po i bje poshtërim, vla. I bje poshtërim. Po jo, pashu i bje. Se në fund, po të më bëni mati vlenos, po, së të shkutoj e fare, do qeshnja, vla. Po, këta prisja, bre, për zotë. Unë prisja të më thoshe, ore, ku di unë, qa mund të shpike ti në një nga ato të tuat? Unë vetëm për atë të bera, dhe unë gjeta konfidencat e tu për bera. Po të lutem, bre, për zotë, nuk ka kjo asë për konfidencat asë për gjë. Se çdo njeri ka një limit një gjë, tash e unë prap ta them 104 lere tani, të thash më fal, po mënyra se si e the, kur hyre, çfarë bëre, si qyshtek, dhe të tëra, do me thënë, i binte në ajo që... Si kur hyre? Pësuat, kur të thira tani? Jo, mënyra se si hyreve pas 3 ditësh, të tëra, do me thënë, mendova, në sekonda, thash, sa thire i lirë, dhe unë ejtësa, thash, ma gjeti i pikën e dovë. Jo, bre. E bere për të dytën, për të tretën, edhe... Tashi, këtë... Ushtot dhe aroba ku i shamba. Ti po e thua këtë pikë të dovë, tash, nga unë nuk e keme të shkelur. Mos e thuaj me se mos ta përmendojnë tjetër, po nga unë nuk shkeleshma. Po ju më qatë tjetër, tash unë nuk e di, unë kam... Prandaj po them. Nuk e di, unë do... Unë po të kërkoj të falur me zemër, edhe uroj të ma pranosh sinqerisht.